Riyad Kobiljar nuk është më pjesë e Vllaznisë. Mesfushori bosnjak i cili u prezantua te Kuqeblut vetëm me 16 korrik, është transferuar te klubi Bahreinit Muharraq SC, duke dhënë fund në mënyrë të papritur aventurës së tij në Shkodër. Lajmi është tashmë zyrtar pasi vetë klubi i futbollit Vllaznia ka njoftuar transferimin e 30 vjeçarit tek skuadra nga Bahreini. 30 vjeçari ishte afruar në Shkodër si një nga përforcimet e rëndësishme të merkatos së verës dhe kishte kryer fazën përgatitore me skuadrën e trajnerit Edi Martini. Mesfushori bosnjak ishte përfshirë në planet e kuqebluve për sezonin e ri, por qëndrimi i tij në Shkodër zgjati vetëm pak më shumë se një muaj. Tashmë në mënyrë të papritur, ai do të vijojë karrierën në Bahrein te Muharraq SC. Lëvizja vjen në një moment kur merkatoja e verës është në ditët e fundit dhe Vllaznia duhet të rishikojë menjëherë planet për repartin e mesfushës. Sipas informacioneve që disponohen, në adresë të klubit shkodran ka ardhur një ofertë nga Bahreini dhe në kontratën e Kobiljarit, dyshohet se ishte parashikuar edhe një klauzol që e lejonte largimin në këto kushte. Burimet bëjnë me dije se shuma që pritet të përfitojë Vllaznia nga transferimi është rreth 50.000 euro, një shifër që ende nuk është bërë publike zyrtarisht. Largimi është veçanërisht i pazakont për faktin se Kobiljar ishte afruar si lojtar për sezonin e ri dhe jo si futbollist me qëndrim afat shkurtër. Në fakt, vetëm pak javë më parë Vllaznia e prezantonte si një përforcim me eksperiencë për mesfushën pas eksperiencës së tij tek Tirana. Kjo lëvizje pritet të detyrojë drejtuesit kuqeblu që të hillen menjëherë në merkato për të gjetur një zëvendësues. Me mbylljen e merkatos gjetnia më pranë koha në dispozicion është e kufizuar dhe Vllaznia do të marrë një tjetër vendim të shpejtë për të mos krijuar një boshllëk në organik. Kobiljar largohet kështu nga Vllaznia pas një periudhe shumë të shkurtër, ndërsa aventura e tij në Bahrein do të jetë kapitulli i rrallës, teksa në karrierën e tij ka luajtur edhe në Bosnjë-Hercegovinë, Turqi, Sloveni, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara. Një largim i papritur për një futbollist që vetëm pak javë më parë ishte prezantuar si pjesë e projektit të ri të Vllaznisë, por që tashmë është zyrtarisht lojtar i Muharraq SC.